mëngjes, u bë disa kohë që nuk kam bërë vlog, që sot do t'i marr me vete në ditën time, por nuk kam bindur nëse do jetë vetëm kjo dita apo do t'i marr me vete në disa ditë të mia të rreshtë. Sot është e ente, unë jam duke përgatitur mëngjesin e Amarës dhe të Tomit, por gjithashtu do ha dhe vetë, megjithëse do dal për vrap sot. Do provoj që të ha mëngjes para vrapit, në mënyrë që të kem, të shoh të ndihmoj të kem më shumë energji apo jo. Mëngjesi sot është ndryshe nga herët e tjera, siç bëj zakonisht atë kosin e famshëm që ju e dini, kam treguar edhe këtu se do pi bukë me gjalp me mjalt, por patjetër do shtoj edhe kefir. I bëra gati, bëra mëngjesin çdo gjë, në përgjithësi ne çojmë Amarën të dy në shkollë, dhe më pas pim kafe dhe ikim palesë, por sot do dalim për vrap, kemi ditën e vrapit, po unë u acarova pak edhe u zura me të dy, se ato duan që të marrin macën me vete, ndërkohë që shkojnë në shkollë, që ma marrin dhe pastaj gjithë me sipër edhe ta lë macën në shtëpi. Unë gjithmonë jam me shumë nxitim edhe dua që ma marrin, pra makinën të dalim direkt për vrap, mos rrim gjithemi prapë në shtëpi. Edhe ato bën 2-1 dhe unë u acarova dhe thash okay, i çoj vetë Amarën, nuk po vi fare. Dhe tani po rri në shtëpi, po mbyll një 2 punë që kam me telefon edhe të pres të vitomit, në gjisi macën e dalim për vrap pastaj. E se po, patjetër që kemi edhe shere, të tilla dhe më të mëdha madje. Dhe natë një, kur flet aty në korridor, te shkalla, tek pjesa brenda, do të thënë që te ule zëri, më të dëgjoj gjithë bota. Po këmë kuri në prapavi, edhe lexova që shqiptarit ishte një nga shenjat që do ndikojë më shumë. Dhe është e vërtet, i betohem kam që datë 9, që është fut mërkuri, që jam aq e acaruar, dhe thua që gjithë kohës vetëm nuk duroj dot asnjëri të m'plasi. Kaq. Mos më flisni as ju. Sa mbarova 8 kilometra vrap. Jam e mbaruar. Nuk më besohet njëre para që unë arrit bëj 8 kilometra vrap. Vrapi nuk ka qenë asnjë pika ime forte, kam ushqyer gjithmonë, kam shmangur gjithmonë, edhe kur e nisja mund të bëja 1-2 herë, pastaj Elia nuk më ka pëlqyer vrapi. Nuk ose më pëlqen, megjithëse kam filluar të mësoj ta shijoj më shumë, por unë jam parimet që gjërat që nuk na pëlqejnë janë ato gjëra që ne duhet të bëjmë më shumë, sepse do t'rregojmë që jemi njerëz me vullnet, me forcë karakteri. Dhe këtë gjë jam duke bërë me vrapit, përveç faktit që unë bëj shumë strength training, sepse forca është kryesorja, mos për gratë pas të 40-tave, duhet ndërtojmë sa më shumë masë muskulare, prandaj stërvitja me pesha është kaq shumë e rëndësishme, ose stërvitem 4 herë në javë me pesha, një ditë bëj vrapin dhe një ditë bëj boks, që bëj 6 në total. Të të bëja tenis, bëj në periudat caktuar kur nuk bëra boks për 4 muaj, se e kisha zysh në Amerikë, bëja sprinte, kështu që bëj një kombinim. Forca, strength training mbetet e para dhe më e rëndësishmja, por kur vendosim dhe këto tjeret, është akoma dhe më mirë. Tani do rrinja 10 minuta në divan të marr veten, ndërkohë që montoj ca video që më duan për Instagram, pasi do çojmë, do ha mëngjesin dhe do iki të kre vlogët. Jemi të kreja vlogë, unë çova nga divani, sepse duhet të bëj këto maskat e trajtimit që unë bëj për rënjën e flokëve. Kam këto 2 produkte që i marr tek Merja, nuk e se më ka njëri që nuk e njeh Merje, që ka produktet bimore më të mira, çajra që unë përdore shumë, por gjithashtu edhe këto 2 për flokët, që është ky spray që ti e bën në rënj për rënjën e flokëve, dhe unë kam pasur një periudhë vllahtarisht të tmerrshme me rënjën e flokëve. Ky është dhe kaq i lehtë për të përdorur, thjesht e sprucon dhe pastaj bën një masazh të shkurtër që të rrisësh nivelin e qarkullimit të gjakut dhe ta përthiti më mirë produktin. Në fakt shpesh herë e bëj dhe me këtë. Është më mirë madje. Unë po ndi që kamerën tani që mos t'i bezdis, pastaj do t'rregoj produktin tjetër. Produkti i dytë është ky vaj, që ka disa gjëra brenda, i kam të shkruar në latinisht, unë nuk e them dot, por ky është për pjesën, jo për rënjë. Është për pjesën tjetër, për gjatësinë e flokut, që mos të dëmtohet. Duke qenë se unë
Për shkak të punës që kam, krihem shumë shpesh. Duke qenë se bëj stërvitje në çdo ditë dhe kjo më pengon që të më qëndroj floku i prehur, i hidratuar, që detyron të krijem edhe më shpesh, floku dëmtohet shumë. Kështu që çfarë të bëj unë? Përpiqem që ta mbaj sa mundem. Floku nuk ka qenë asnjëherë pika ime e fortë. Duke nisur nga genetika, nga struktura, kam një flok që elektrizohet shumë, bëhet si lesh, pushëzohet, nuk e mban krehje, nuk di t'ju them domethënë çdo parukjere, gjithë jetën time më ka thënë të mëshme sa flok të vështirë ke. Kështu që unë përpiqem të bëj sa të mundem, që të paktën mos mbetem fare qerose. Ç'të bëjmë? Nuk të jep zoti të gjitha. Apo jo. Tani do të mbaj 2 orë sa të shkoj ora për të prekur, ti mund ta mbash 2 orë, 3 orë, 4 orë, dhe unë ndonjëherë mbaj dhe gjithë natën. Unë u bëra gati për të dalë. Ky është outfiti, looku i ditës, ose vini re këtë rëmujë këtu, më duhet të sistemoj, por nuk kam pasur kohë dhe nerva dhe dëshirë. Tani do kemi vrap, si thash të krihem, pas kam drejt me shoqet e mia të ngushta, u bë shumë ja pa u takuar, dhe më në fund sot e kemi lënë. Si ju duket veshja? Më duket se që kam veshje çik trash. Pullover leshi, palto, në rroft moda se kam vap direkt sa dola nga shtëpia. S'kam as rroba banjo poshtë. Ti heq, dal me palto në rroba banjo. Ja, flokët i kreha, tani jam në shqermja të ngushta për drek, jam të solte, po nuk do ju tregoj shumë, që ato nuk duan që të dalë. Dreka ime është kjo, sallate dhe shrimp dhe salmon dhe këto gjërat. Këto janë dashuritë mia. Po nuk duan të dalë, nuk shmendin, domethënë kjo këtej Albana del, nuk ka problem se ja prezanton lajmet nga VSH ka vite. Ertën e kemi të shifra dhe për që me të do të dalë, për që me. Unë kam rreth 2 orë që kam vritur në shtëpi nga dreka, është ora 6, edhe në 4, po këto 2 orë po merresha po bëj ca video, montoja ca video, i duket sikur çfarë bëjnë këto content creators, bëjnë asgjë, po në fakt puna jon është non-stop punë. Ne nuk kemi një punë, shkojmë 8, dalim 4, apo shkojmë 9, dalim në 5, ne kemi një punë që është gjatë gjithë kohës. Kështu që nuk është kaq i lehtë dhe qef sa duket. Tani u çova sepse po bëj darkën për Tomin e Amarën. Amara është në gjimnastik, e Tomi, ai shkoi në palestër, unë duhet bëj gati, kam vendosur për filetën dhe kinoa dhe fasulet i kam nga dje. Do i vendosë pak avokado dhe kjo do jetë darka, po do t'ju tregoj ku t'ja vendos. Dhe më pas vazhdoj me pjesën tjetër të punëve, që sërish kanë lidhje me content creation, që është bërja e videove e kontentit për rrjetet sociale. Gjithë darka kaloi, siç e thash, duke bërë këto gjërat, montimet, videot, mbarova gatimin, 2 orë shkoi gatimi. Për gati ushqimet për nesër mëngjes, sepse nesër jam me xhirimet e përputhën, kështu që duhet të lëm mëngjesin gati me Amarës, plus për mëngjesin tim që ta marr me vete, plus drekën time që ta marr me vete, sepse jam gjithkohon atje. Po shpirt. Jam fasule. Tani do luaj me letra. Dhe do shohim dhe ndeshjen ndërkohë. Kemi një rutinë, kështu që kemi përthuajse të përnaqshme. Unë jam ajo që e prish një herë. Pa tjetër që jam, që luaj me letra, kërësisht për skaç, për ta i filluar luaj poker dhe këto janë chips ato. I këpënis të luaj me letra, shifemi, nuk dole, shifemi nesër, në mëngjes, besoj gjatë ditës. Dhe tani unë kam humbur këto, kam marrë pra këto lekët, kam marrë ka fituar dhe të në. Mëngjes, është shtunë, është ora 7, ne jemi mësuar pak shpejt për shtunën, dhe kemi ardhur po pim kafe të lokale lagje, dhe jemi në palestër.
Ta prendaj që unë shpejt, të unë do t'i ke shpejt në palesë, do t'i qenë se sot të të shtunë, kam e ditë përqa aktive. Kryesorja është jam tek eventi, tek trajnime e Magma Marchit, që do t'jetë 2 ditë, sot dhe nesër, dhe jam atje, ajo fillon në orën 10, në orën 10 pa 20:30 duhet jemi të fillon hyrja dhe pas eventi është në orën 6, mos do kemë në orën 6, se kam gjyrimet e vëpullta, kështu që pasi të bërën gjitha këto, erdhëm dhe pim kafe në bashkë, në këtë kingu këtu. Ja, kjo është kingu. Po, sa të shkruajnë të flokët të shpirt realisht. Nuk e di, e bërë për të qenë bjond me grësheta. Kush? Të bëjse të thush, më thua, kush të ka thënë qa? E mbarova dhe palestrën për sot. Nëse doni që të keni një park kështu, dhe nuk e dini akoma se si, programet e në forma ulonën. Regjistroni, mund të bëni në shtëpi, mund të bëni palestër, ku të doni ju, ka për të gjitha qëllimet që ju keni. Fillojnë që tani që të keni një super trupër në verë, por dhe më shtoni shumë pesh gjatë festave. Yes! Tani kemi brapë se jam shumë vonë. Kam vetëm 20 minuta kohë që të lahem. Ta mëngjesin, jam e zgjuar pak të le kam bërë që djentar, ta kësha gati, të vishem, të bëj gati rrobat që më duhet për përputhem pasaj, si sa shkëputem nga xhelimi direkt, do vinë në shtëpi vetëm të vesh rrobat edhe tiki direkt që mos bëhem vonë. Kështu që them se doja dal për 20 minuta dhe pasaj 10 minuta kohë që të shkoj tek vendi ku të mbahet eventi. Yes, unë mund t'ja dal. Sepse ne duhet mendojmë që do t'ja dalim në çdo situatë dhe kur mendojmë kështu pozitivisht për t'ja dalë. Ju që i ndiqni videot e mia, e dini që mëngjesi im është ky. Ju që po më ndiqni për herë të parë, kosi me protein, banane, kam manafera. Këtë herë në herë jetë boronita, në herë jetë mjedra, mjalt, ara. Është super mëngjesi, unë e ha prej vitesh. Ky është mëngjesi im i preferuar, thuajse për ditë, me raste të veçanta kur kam në një nep se ha në një gjë tjetër, por gjithmonë shëndetshme. Kur i jashtë, pastaj ha briosh. Fundim jo, nuk arrita të bërë gati për 20 minuta, u bërë gati për 30 minuta. Është ora tani 10:10. Dhe unë 10:10 duhet isha aty. Që ja kam fut vrapi, se afër e kam, po gjë që u rri më shumë në këtë jetë është të jem vonë për vonë tani. Korrektesën e kam të shenjtë. Kam ardhur me moshë. Nuk para bëjmë gjëra bashkë. Filluar të javë. Po. Kaq, se nuk do dalim më shumë, se është private, e kam thënë shumë herë. Maksimumi, a jeni gati që të shkoni në një tjetër nivel të jetës tuaj, të vetes tuaj, të biznesit tuaj? A je gati? Yes. Dhe tani, vazhdim të shëndrojmë të gjongë. Jetojmë për lëvizjen, sepse lëvizja, emotion is created by motion, e thot Tony Robbins. Pra, emocioni krijohet nga lëvizja, dhe nuk gjatë mirëshirë. Tani, gjatë gjithë kohës të lëvizjen këtu sallë, që të lidhemi me këtë energji, me këtë frekuencën, beautiful state, që të shohim se si na rrin neve ky kostumi i beautiful state, a na bën mirë apo na bën keq. Sa po erdha në shtëpi, më vjen shumë keq, më shumë keq e lash trajnimin, eventin, ishte me vërtet fantastik. Vjen keq kur dëgjoj njerëz që shajnë, që bëjnë ironi, që bëjnë batuta me Ermalit dhe me trajnimet e tij, po që të shkonin një herë, do ndryshonin shumë gjëra për mënyrën se si e shohim botën dhe do t'i shërbente. Kështu që kur është reklam, Ermali nuk ka nevojë për reklamën time, është shpreha një opinioni shumë sinqert, sepse unë vërtet Ermal Mamaqin e vlerësoj shumë. Është një ndër ato personazhe dhe figura që mendoj ka treguar që kush do në jetë mund të bëhet çfarë të doj dhe mund të arrijë çfarë të doj dhe të ketë suksesin që dëshiron nëse ka atë lloj mundësie. Shikoj si një figurë dhe frymëzimi, patjetër,
Kështu që nesi po pres nesi që do ta kem ditën e plot sepse tani do ha drekën me vrap, shqyr që kam healthylicious. Ja, çfarë kemi sot? Kërputa të mbushura me quinoa, sallatë, rukola, domate shpesh, kështu, ullinj. Dhe do vishëm, do ikim me një herë sepse siç u thash kam xhirimet e përputhen. Në vrap në makinë, pas ka trafik, goxha çfarë bëjnë këta njerëz të shtunën? Pse ka trafik, pse nuk merrni biçikletat për shembull, që dini të jepni, si të jap. Inshallah, arri kur duhet, se dua që atë grimin ta bëj me qetësi, ta bëj mirë, mos nxitoj, ku di po e urrej realisht, e urrej vonesë, se më bën që ti bëj gjërat me stres, por duke qenë se pjesë më e madhe të kohës kam një ditë shumë të angazhuar me punë që janë shumë afër njëra tjetrës, në oraret ngjeshura, kjo gjë më streson pak sepse bëj çdo gjë me vrap, dhe nuk është bukur gjithmonë kështu, më besoni që nuk është bukur. Ne kam zili ato njerëz që i marrin lehtë, fusin një mendje të qetë, marrin shtruar, më punë e madhe do arri bon. Po jo, unë kam shumë respekt për kohën e tjetrit, dhe më ideja që mund ta vonoj dhe mund t'i marr kohë tjetrit për shkak të vonesave të mia, nuk më pëlqen as pak. Ja, po bëjmë vetë se kam gjetur në trafik, çfarë të bëj? Ja, dhe njerëzit me probleme të rënda mendore në Shqipëri që vendoren të timonin dhe nuk din ta heqin. Okej. Është policia aty që po e di ai se ku do liroj rrugën, ku do e hapi. Nuk pushojnë. Për ju që jeton jashtë, nëse u ka marrë malli, ja, mund ta dëgjoni korin e spitali. Duhet hapen pak më shumë spitale psikiatrike realisht, se shumë njerëz ka nevojë që të jenë të shërohen, si të shërojmë çdo sëmundje tjetër. Duhet t'i japim rëndësi sëmundjeve, problemeve të shëndetit mendor njerëz, realisht. Pse ata që kanë nevojë shtrojnë spitali shtrojnë, ndërsa ata që kanë probleme me shëndetin mendor i lëm jashtë. Jo, nuk kemi live, kemi një video shkurtër për mua në YouTube. Apo pak po shina. Apo do të nxjerr? Jo, e pra ti, po ishte të nxjerr Julian. Kam zorri më solli 2 orë. Jo të nxjerr po. Ja thuaj, e the vesh shumë mirë, po të ndohet. Sepse Frosina kështu e lajmëruan, duhet të thuash. Frosina ti di që unë jam korrekte. Ja, dhe këta po lyen. Ky është lukuni. Këtu e keni bler librin e netës apo se keni bler? Jo, po se keni punë me mua, po nuk e blet. Çfarë po bën Ibrahimi me Dasinën aty? Vidaj, fshini pas fat. Ky është bossi Top Channel. Çuni më më për çdo gjë. Ja se ja marrin telefonet konkurrente. Merhaba. Është ora 7:20. Po ngjitëm për në shtëpi, me si pa pres, të ish make-upin, të ha darkën, të gojamarën, të futëm të sauna, të lexoj. Plani një të shtune perfekte në dark. Zhura 11. Unë po lexoja pak. Duhet fles edhe këto ditë jam çuar që në 6 që kam vajtë shpejt në palestër. Nesër do të qojmë që në 6. A shpejt, po prapë do të qojmë shpejt se do t'i bëj pankek nesër për mëngjes. Sa marrë të tomi, se unë dhe jem në fasting 24 orë. Po fles me se tullë se po flea para nga thoma tjetër. Kërë që duhet t'i bëj parasetike pastaj për ditën e 2 të trajnimit e marrë mama që ndërkohë. Po lexoja dhe duhet lexoja edhe pak. Kam nisur këtë. Dhe nuk kam njësë janë drejtë fundit. Skenar briljant, shumë i bukur, pa në e librit baroj, dhe sugjeриmet e mja ju adhash, uroj që ti keni marrë parasysh, por nëse nuk keni vajtë para njës, keni pas mundësi bljeni të lexoni, se është vërtet shumë i bukur. Kash,
Shikëm nesër për një fragment vogël të së dielës. Mirëmëngjes, unë jam gati dhe tani do shkoj sërish tek dita e dytë e trajnimit të Marmamaqit. Motra po mpret. Është ora 9:30, më parë do pi një kafe të shpejt me burrin. Ky rituali jon që e bëjmë çdo ditë e patjetër edhe sot që është e diel. Ne kemi një pushim nga trajnimi i Ermalit, edhe po shijoj një gjë që e bëjmë shumë rrallë, një treg vetëm me motrën. Është shumë e lumtur. Motrën e kam shumë delikate, e pret bukën me fig. Motra të që delikate nuk kanë të bukë fare. Faleminderit motra që më nderove në prezencën tënde. Unë sa vërë në shpi nga trajnimi është ora 5:08, 4:42. Ama në tomi nuk kam, ato kanë qenë nga vjera ime sot, kanë dindur atje, duke qenë se unë isha gjithë ditën në trajnim, dhe me qenë se më marrëm kërkojmë pancake mëngjes, unë nuk pata mundësi t'ja bëja, se dola, pikërisht, nuk e u qova pak më vonë, se këto ditë kanë qenë ngarkuara, pastaj piva kafën që ju thash, pastaj ika me një në trajnim, pancake-ët dhe ja bëj tani. Kur të vija jo, ti ketë gati. Edhe pse është darkë, kush ka thënë që pancake duhet hahen vetëm në mëngjes, meqenëse ja më kërkoj, unë do ja bëj, sepse nuk ja bëra në mëngjes. Do ja bëj me këtë mielin e bajames, që është pa gluten, është fantastik, është shumë i mirë. Ju a rekomandoj, jo vetëm për ata që janë intolerantë ndaj glutenit, apo doktori për arsye ndryshme ja kanë ndaluar glutenin, po për çdo që gluteni jep një lloj shqetësimi, një lloj fryrje, do të shkoj tek një alternativë më e shëndetshme. Mieli bajames shumë mirë, unë e marr te Yaminac, siç është emri këtu Yaminac, ka edhe kështu pak gjalp pra të ndryshëm arrore shumë të mira. Dhe ka që t'rregoj dhe rezultatin në fund kur të bëj. Deri tani procesi duket sikur shkon shumë mirë, por duke qenë se përdor tiganat që janë inox. Është një problemi që ato mund të ngjisin. Unë nuk përdor tigan që janë jo ngjitës sepse janë goxha të tëmshëm për shëndetin, u bën disa vite që i kam evituar. Nëse problemi i inoxit është që ngjit. Të shohim ç'do bëjmë. Ja dhe pancake-ët janë gati, dhe do të jetë pak gjallë dhe pak mjalë sipër, të bëj kështu version tradicional dhe ca mjedra, po mund bëhen me gjalp arrore të ndryshme, po ashtu nëse ju pëlqejnë, e keni vetë zgjidhjen. Oh, sa herë mirë. Dhe me këtë pjatë në dorë ju them faleminderit që më ndoqët në këtë vlog të fundjavës time. Shihemi në videon e radhës.